një ditë historike për 24 vjetorin e rënies stoike të figurës më emblematike të Luginës, të njeriu të guximshëm, vizionare strateg, komandant Lleshit, biri tuaj të Tërnosit të Madh, Ridvan Qazimi. Shumë e respektuar familje e komandantit, shumë e respektuar bashkëshortja e komandant Lleshit, zonja Shejzie, të nderuar veteran të luftës, të ushtrisë shkrimtare, invalid të luftës, shumë të respektuar pjesëmarrës që i një kuptim kësaj dite historike. Shumë i respektuar kryetari i organizatës së veteranëve të luftës dhe ushtrisë shkrimtare për Preshevë, Medveç dhe Vujanoc, zoti Bejtullah Bejtullahi. Të komunës, punonjës të këtij pallati të mrekullueshëm, shumë i nderuar dhe i respektuar i pari i komunës së Vujanocit, kryetar i palotshëm e i devotshëm, i nderuar zoti Argur Kajaciti, një koncert homazh për kujtimor me vepra klasike shqiptare, në mesin e të cilave do të shfaqen edhe pika premier që janë punuar me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri për këtë ditë të veçantë dhe për komandantin ton të patekshëm, komandant Lleshin Ridvan Qazimi. Ditët e komandant Lleshit kanë kaluar tashmë në tradicionale, kanë filluar të premten, kanë vazhduar gjatë ditës së djeshme, pra të shtunën, me vizitë tek Muzeu Historik i komandant Lleshit, tek gurët e buajve aty ku ra stoikisht komandanti për të vazhduar sot me homazhe tek vendprenja e tij në Tërnos të Madh dhe për të kulmuar me këtë koncert homazh për kujtimor dedikuar komandantit, që do ta sjellin artistët më të mirë të kombit dhe kanë erë e privilegj që do t'i prezantojnë. Ne kemi sot për të folur, për të kujtuar e për të kënduar shumë për komandantin. Por, për të nderuar jetën dhe veprën shembullore të tij, unë ju ftoj për 1 minutë heshtje. Dhe na jep forcë e guxim për të kaluar edhe shumë sfida e për të realizuar edhe shumë ëndra. Sot, një shkëndijë lirie është bashkë me ne, është bashkë me Leventin, është bashkë me Liridonin, është bashkë me Albolenën, me Kaltrinën, është bashkë bre, edhe me bashkëshorten, zonjën Shejzie, e cila mbrojti pragun e nderin e shtëpisë si një nën e grua shembullore. Kjo shkëndijë lirie, sigurisht, është bashkë me Bacin Isen, është bashkë me nanën heroin Ilfetën, e më së shumti është bashkë me nipin e tij, që trashëgoi me dignitet emrin Ridvan, me Ridvanin e vogël, që e mban me aq dashni figurën e tij në zemër e në mendje. E kjo dëshmon, ashtu siç thoshte komandanti, se ne jemi sikur Feniksi, sa herë vihemi, ringrihemi, ringjallemi përsëri. Komandant, sa shumë na kthen në kohë sot. Shikojmë veturën në muzeun që u ngrit më 26 nëntor 2012. Dhe ajo na kujton rënien stoike. E shikojmë orën personale, atë orë me cilën t'je masje kohë ndryshe, dhe thoje, paj, nuk janë mjaftueshëm 24 orë për të luftuar e për t'i falur atë dheut.
ti bartje mesazhet e fuqishme të Skënderbeut. Mos mendo asnjëherë sa gjak është derdhur e sa ke bërë për Adeun, sepse dashuria për Adeun është mbi të gjitha dashuritë. Komandant, sot na flet çdo fotografi e pjesëmarrjes sate në luftëra. E më shumti, fotografitë si komandant në brigadën 112. Shërif Junusi e Enver Bajrami, aty ku jepje guxime forcë ushtarëve të Lubinës. Komandant, pa i si mundemi mos me kujtu sot atë 31 dhjetorin e pamshëm të vitit 2000, kur në mesin e mira qytetarve, ati populli atyre trive që të adhuronin e donin atë shumë, pas aq vitesh ngrite flamurin kombëtar në vendlinjen tënde në Tërnocë të Madh. Baunon, mos të prik, sa i ke djelë në Amerikë. Ta kërkon edhe sa të duhet, burrat nga detyrat ndrohen, 3.000 mirë do t'i japë, shkurse njetën, as parat, hidhni tok dollar të mos mbetemi të sharë. Baunon, mos t'i prik, se i ke djemt në Amerikë. Do të ndihim pa kursyer, për ty nëna jone vyrë, që me dritë e nder të thurresh, dhe me bijtë e tu të mburresh. Cila nënë, lyp paran, cilët bij me shpirt si adhan, mbau nëno, mos t'i prik, se i ke djemt në Amerikë. Hej! Armë! Dhe fishek të mblidhni, qesen dhe shpirtin, hidhni për lirin e vendit tonë, sot, se nesër është vonë. Jetni, nënën të shpëtoni, kom e vatra të nderoni, bau nën mos t'i prik, hej, se i ke djenë në Amerikë, hej, 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 hej!